Protestat masive kundër keqeverisjes në Shqipëri dhe problemeve që lidhen me mungesën e transparencës për projekte që synojnë betonizimin e Bregdetit kanë mbështetjen e vendeve të Unionit dhe Gjermanisë në veçanti. Solidaritetin me lëvizjen e flamingove e ka shprehur Karl Bergner, ambasadori gjerman në Shqipëri, gjatë një aktiviteti përkujtimor për masakrën e Borovës. Bergner tha se distancohet nga çdo akdhune, por mbështet protestat që janë në përputhje me vlerat e Bashkimit Evropian. Çdo aktiviteti shoqërisë civile është në përputhje me Bashkimin Evropian dhe protestat e dhunshme nuk janë në përputhje me Bashkimin Evropian. Kush duhet fajsuar për të është ende në diskutim. Protestat janë të mirëpritura sepse mbështesin vlerat e Bashkimit Evropian, siç i shohim ne. Pak ditë më parë, protestës ju bashkua edhe eurodeputetja gjermane Jutta Paulus, e cila zbuloi se kryeministri Rama u kishte kërkuar përmes një emaili deputetëve të Parlamentit Evropian të mos votonin amendamentin për anulimin e ligjit për zonat e mbrojtura. Received an email from Edi Rama saying do not vote for this amendment. But of course we voted for this amendment because European law must be upheld and European law is also not for sale. Eurodeputetja gjermane nxori zbuluar edhe ministrin e mjedisit, duke thënë se ai gënjeu se gjithçka po ndodhte në Zvërnet ishte në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe se punimet që po kryeshin lidheshin me vlerësimin e ndikimit në mjedis. Çdo gjë është në rregull me legjislacionin evropian, çdo gjë është konform me ligjet, nuk do të ketë ndërtime në këtë zonë, çdo gjë është mirë. Po ashtu ajo denoncoi deputetin Erjon Braçe se ka kërcënuar aktivistët me mesazhe në rrjetet sociale.